Pak ditë më parë, Aldo Marko dha një intervistë për Big Brother Radio në Top Albania Radio, ku komentoi banorët dhe ish konkurrentët e këtij edicioni. Kur po diskutonin në lidhje me banorët se kush ishte më i zgjuari dhe kush ishte më budallaj, Aldo u shpreh: "Sa budallen ka pasur këtë vit. Për mendimin tim, një ndër to ka qenë Valbona, e cila është tipik ajo shprehjes bërtit dhe mos dëgjo, pra nuk ka lidhje midis mendjes dhe gojës, dhe disa të tjerë." Lidhur me këtë deklarat, ka reaguar ish banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Xhibani. Në një postim të gjatë në Insta Story, ai e ka cilësuar Aldon si personin që u fsheh pas gishtit gjithë sezonin për ndjenjat ndaj Danjës dhe në fund e shiti si lojë. Xhibani shton se Valbona nuk ishte as pak budallaqe, përkundrazi, ishte e sinqert dhe nuk përdori askënd për përfitime. "Po pse nuk e përdore Valbonën në favorin tënd nëse ajo ishte budallaqe?" shkruan këngëtari, duke theksuar se Aldo është prekur nga fakti që ata ishin të lumtur dhe kishin krijuar një marrëdhënie të sinqertë. Në përfundim, ai e quajti Aldon budallaj vërtet, që shiti veten si mbrojtës i femrave, por që përfundoi duke ofenduar një grua publikisht.